Nëse ju keni lindur në datat 14 dhe 22 të cilit do muaji, atëherë kjo video është për ju. Të lindurit në këto data, sipas Madame Blavatsky's, i përkasin arketipit rojtari. Këto data janë ndikimin e planeteve Saturn dhe Jupiter, që simbolizojnë mençurinë, strukturën dhe mbrojtjen. Të lindurit në arketipin rojtari janë në mbrojtje të vlerave dhe traditës, duke siguruar stabilitet dhe vazhdimësi. Ata janë shumë të përgjegjshëm dhe të besueshëm. Nëse dikush është në mbrojtjen e tyre, ata janë gjithmonë të gatshëm ta mbrojnë dhe ta mbështesin. Për të tillë njerëz, shërbimi ndaj të tjerëve nuk është thjesht domosdoshmëri, por është thirrje. Ata gjejnë lumturinë në krijimin e një hapësire të sigurt dhe të mbrojtur për zhvillimin dhe rritjen e të tjerëve. Në këtë botë të ndryshueshme, ata japin ndjesinë e sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Për më tepër mbi këtë arketip, na ndiqni në pjesën 2.